Për të vjuar më tej me informacionet kryesore në rang ndërkombëtar, në aleancë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Izraeli është bashkuar nismës së presidentit Trump në Bordin e Paqes. Kryeministri Netanyahu firmosi pjesëmarrje në këtë organizëm gjatë vizitës së tij në Shtëpinë e Bardhë, ku takoi presidentin Trump dhe sekretarin e Shtetit Marco Rubio. Bisedimet mes tyre u përqendruan kryesisht te Irani, një tjetër çështje e nxehtë në lindjen e mesme. Izraeli është bashkuar zyrtarisht me Bordin e Paqes, nisma e presidentit amerikan Donald Trump për rindërtimin dhe qeverisjen e Gazës dhe jo vetëm. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se nënshkroi pranimin e Izraelit në këtë mekanizëm ndërkombëtar gjatë një vizite në Washington, ku u takua me kreun e Shtëpisë së Bardhë dhe sekretarin e Shtetit Marco Rubio. Bordi i Paqes është autorizuar me një rezolutë të Këshillit të Sigurimit në Kombet e Bashkuara që të krijojë një forcë ndërkombëtare stabilizimi në Gaza pas arritjes së armpushimit vitin e kaluar. Bordi do të mbajë takimin e tij të parë më 19 shkurt në Washington për të diskutuar rindërtimin e Gazës. Pjesëmarrëse në këtë bord janë edhe Shqipëria dhe Kosova. Faza tjetër e planit të Trump për Gazën kërkon zgjedhjen e çështjeve komplekse siç armatimi i Hamasit, të cilin grupi e ka refuzuar prej kohësh, edhe tërheqjen e mëtejshme të Izraelit nga Gaza, e po ashtu vendosjen e një force paqëruese ndërkombëtare. Ndërkohë takimi mes Trump dhe Netanyahu u përqendrua kryesisht tek Irani, një tjetër çështje e nxehtë në lindjen e mesme. Trump tha se këmbguli që bisedimet me Iranin të vazhdojnë, por paralajmëroi se mund të ndërmarrë veprime kundër Teheranit nëse nuk arrihet një marrëveshje bërthamore. Ndërkohë një paralajmërim për Iranin e pati edhe zëvendës presidenti J.D. Vance, i cili tha se ekziston një mundësi tjetër në tryezë nëse Washingtoni nuk arrin një marrëveshje me Teheranin. Vizita e Netanyahut shënon udhëtimin e tij të 6 në Shtetet e Bashkuara që nga rikthimi i Trump në detyrë më shumë se çdo udhëheqës tjetër botror. Të dy folën për gati 3 orë në një takim jashtëzakonisht të qetë, në të cilin Netanyahu fut nga një hyrje anësore larg pamjes së kamerave.